E pasi Allahu Azza wa Jall ta bie begatin, ta bie të mirën, e ti e refuzon, e neglizhon, e anashkalon, atëherë Allahu Azza wa Jall djeni se e bjen ndëshkimi. Për shkak se Allahu Azza wa Jall thot, nëse ju më falenderoni mua, Allahu Azza wa Jall do të ashton begati, mirësi, dhe do të ketë siguri në ato qytete dhe ato vende ku përkujtohet Allahu Azza wa Jall, përkujtohen hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit i fusin në praktik ato vepra. Ndërsa nëse ato neglizhohen, lehen bashkëpine, harrohen, nuk përkrahen ato njerëz, atëherë Allahu Azza wa Jall e zbret ndëshkimin e tij mbi atë popull. Për shkak se Allahu Azza wa Jall e ka ngrit argumentin e tij ndaj tyre. E ata e neglizhojnë, mendojnë se janë në rehati. Dhe Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë çdo të mirë, u aqel dyert e hajrit. Thot Allahu Azza wa Jall, falamma nasu ma dhukkiru bihi, fatahna alejhim abwaba kulli shay'in, hatta idha farihu bima utu, akhadhnahum baghtatan, fa idha hum mublisun. Thot Allahu Azza wa Jall, kur ata e harrojnë, e lën anësh atë që Allahu Azza wa Jall i ka përkujtu dhe u ka sjellë si shembull dhe si model që ta ndjekë. Kurse ata e lën bashkëpine, e neglizhojnë. Allahu Azza wa Jall thot, fatahna alejhim abwaba kulli shay. U aqelim atyre, u hapim dyert e të gjitha mirësive, begative. Dhe këto mendojnë se janë begati, janë në rehati, janë në mirësi të mëdhaja. Allahu Azza wa Jall vetëm u ashton dhe kjo është ajo më e frikshme, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është istidraj. Allahu tërhek për ka dënimi i tij. Hatta idha farihu bima utu, dhe kur të thonë më se tash jemi më mirë se kur s'kemi qenë. Dhe të gëzohen shumë për ato të mira që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, e kanë harruar Allahu, i thojnë shishir, e kanë harruar namazin, e kanë harru shahadetin, kanë harru agjerimin, kanë harru haxhin, kanë harru shtyllat e Islam, urdhërimin për të mirë, ndalimin nga e keqja. Akhadnahum baghtatan, Allahu e zbret ndalimin pa pritur. Kur ato nuk e presin.